Nuk e ka patur në njëherë. Zoti Berisha... është një... Prishti. Pra, është një zhvillim, një ndërgjegjësim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe pozitiv. Natyrisht, pavarësisht se po shkërmoqet, pavarësisht se në agoni, pavarësisht se po projekton grusht e shteti, përsëri duhet që populli ta krej, edhe populli shqiptar do ta krejë Edi Ramën, që ka pengu i Lubi Ballukut, i Ergjys Agasit, e morën vesh ju apo jo, Ergjys Pegmarsit. Ergjys Pegmarsit, njeriu që merr peng në emër të Baxhanakut. Pra, edhe njëherë, besoj se unë jam shprehur përfundimisht sot në konferencë të shtypit. Jo, po ka pasur një reagim pas asaj që ju keni deklaruar. No comment. Ju ka kujtuar Arjan Dojën, që akuzohet si i lidhur me kriminal, dhe ka thënë deputeti juaj Arjan Doja. Çfarë thot? Zoti Ervin Saliani deklaron se nëse është vije kuqe bashkëpunimi me krimin, atëherë ju kujton apo vendosjen tua në lista të zotit Arjan Doja, i cili po ashtu akuzohet për lidhje me krimin. Edhe njëherë, gjithë shka kam patur unë për këtë çështje e kam shprehur si kryetari Partisë Demokratike dhe atë ju garantoj që nuk e lviz dot asgjë. A do përjashtohet Saliani? Asgjë nuk lviz atë. A do përjashtohet? Qëndrimi, edhe njëherë, qëndrimi absolut i kësaj force politike, via absolute e kuqe janë bandat dhe kriminët.